Ja ku jemi rikthyer sërish dhe jemi akoma në lidhje live me Eros Grezdën, futbollistin I cili jo vetëm dominon fushën, por edhe zemrat e shumë vajzave, sepse Erosi është gjithmonë kudo, është I lakuar, publiku gjithmonë pret nga ai dhe unë doja të pyesja këtu live në Top Albania Radio, cila është arma jote sekrete Eros në suksesin me femrat? Arma jote sekrete nuk jo, shqip. E di që jam lakuar shumë në këto temat roz, kronikat roz, mirë po unë jam një rast tjetër nga ajo që ju keni lexuar dhe opinioni pak a shumë e di. Kam një vit e gjys që jam shumë djalë serioz, nuk jam Një vit e gjys. Po një vit e gjys është progres, më po të flas për kohët e fundit. Me që ke një vit e gjys, do të ngacmojmë pak, tani që flasim, a je I dashuruar? Këto një vit e gjys. Ku shkon ai pyetje tjetër? Jo, dëgjoj, nuk mund të më shmangesh kështu. Mos ndoshta ty kush ta ka vënë emrin Eros, sepse jeta, domethënë jeta jote private mund të lidhet edhe nga emri, vetë emri Eros. Mos ndoshta ndikon te kjo. Do të jetë një lloj energjie. Jo, cili është një tipar që ty vajzat që ke dalë apo ke frekuentuar, ta kanë vënë në dukje, që thonë më pëlqen kjo tek ty. Pra një tipar që ti e thekson tek vetja. Nuk e di, mbase duhet I pyesin gocat më mirë, sepse unë e di që jam djalë shumë I sinqert, jam djalë shumë I drejtë për drejtë, jam djalë shumë I hapur, kur për shembull pëlqej diçka, du diçka, nuk kam frikë ta them. Pastaj edhe besoj që dhana komunikative është shumë e rëndësishme në marrëdhënie me një femër, sepse unë e di, nuk jam mashkulli më tërheqës ose më I bukur, mirë po besoj që femrat I vlerësojnë edhe gjëra të tjera. Patjetër. Pra Erosit goca duhet I dashuroni mendjen që t'i bini në sy. Eros, po ti çfarë shikon tek një vajzë? Pra si do ishte një femër ideale që do të tërhiqte Erosin? Femër ideale, besoj që me para punës duhet të jetë karakteri I saj, domethënë dukuria më e madhe është karakteri, normalisht që edhe fizikisht s'kam qa mashtroj këtu. Po kështu fizikisht për shembull je tim bjonde apo tim brune? Ja, apo kokuqe? I kokuqe definitivisht jo, se dia është në njëra nga ju aty. Ta falë se këtu është. Mirë, po jo, jam tip më shumë që dua brune. Okej. A të pëlqen të marrësh ti iniciativen apo të pëlqen edhe ato gocat që marrin iniciativën ndaj teje? Jo, femrat që marrin iniciativë ndaj meje nuk më tërheqin fare. Bravo. Gjë e mirë kjo shqyqyr që po rikthehemi në epokën e para një gjys dekade, para 5 viteve që femrat, domethënë, të rigjeshin nga meshkujt, jo femrat shkojnë të kërkojnë një mashkull siç është bërë sot në ditët e sotme. Kështu që na duhen burra parimor, mirë. Eros, doja të bëja një pyetje, e tip të romantik? Edhe cila është gjesti më romantik që ke bërë për një vajzë? Përderisa tash jam shumë tip emocional, në raportin me familjen e bie që do jem dhe tip romantik. Jam shumë tip romantik. Nuk di, më të thënë drejtën tani nuk po m'bjen fare më se më keni ka pak edhe pa përgatitur me këto pyetje të juaja. Si e pa përgatitur kur vjen puna për dashurinë? Mua më duket shumë kështu kjo. Nuk do ti të flasësh ndoshta për dashurinë. Edhe ti shumë I sinqert që je. Po pra ti je I sinqert. Gjërat më të bukura më kanë ndodhur spontanisht. Edhe kështu që po ndonjë gest romantik nga ndonjë vajzë. Gest romantik nga një vajzë. Allah keni kap shumë bllokum në kokë. Okej, po sakrifica më e madhe që ti ke bërë për dashurinë Eros. Kam gënjy që jam I smur edhe kam ikë me pushime 7 ditë. Eros, kam ikë nga stërvitja, nuk kam shku 7 ditë stërvitje, kam thënë që kam temperaturë, jam smur edhe Dhe në një arenë si futbolli që duhet disiplinë, është sakrificë vërtet e madhe. Po pra, këtu doja të dilja unë kur thoja që prit mina, po për këtë
për kë ke bë Erës, për një dashuri që ne nuk e dim apo për dashuritë që i dim që i ke patur publike? Për dashuritë që i dini që i kam pasur publike. Po a je penduar për një marrëdhënie që ti vetë ke bërë publike? Nuk e di çfarë të them, shikon kam respekt për gjitha lidhjet që i kam pasur, për gjitha gocat, sidomos sfundi domethënë për Respekt për gocën është okay, po për faktin që e ke pa kam shumë publike. respekt madh dhe nuk domethënë duhet dalë ajo që s'kam se du të them jam penduar që është bërë publike ose jam penduar që kam thënë se nuk ka ashtu. Kam shumë respekt për gjitha, sidomos më shumë i kam respekt për ish-gruan time. Kaq. Sa bukur. Cila është një cilësi që ti nuk do ta toleroj asnjëherë tek partnerja jote? Xhelozia. Au. E tepërt. Eros, do më thuash emrin e vajzës së showbizit më të bukur dhe seksi, si e mendon ti? Ka shumë, Jo, nuk ka shumë, por edhe nuk më Tashi, ti as këtë nuk na e the. Po ne kemi kaq shumë vajza të bukura. Po kemi jo shif, edhe si në Kosovë, si në Shqipëri kemi ekstremisht goca të bukura. Mirë, po tash nuk e di se edhe mund të jetë e lidhur aja bëja se nuk du apo këtë nuk du që të them. Jo, po ne po bëjmë një bisedë normale, miqësore, kështu që thjesht një vajzë qoftë në estradën qoftë në muzikë, qoftë në televizion, pra një personazh publik që ty duket hot, she's hot. Kështu që Po ka shumë, po na thuaj nga fjala jote që janë shumë. Dgjoj, Erosi është diplomat, po unë nuk e lë pa i marrë emra. Nëse ti s'do të thuash një, do më japësh dy atëherë. Kështu që A, B. Kush janë femrat më hot sipas teje në estradën shqiptare? në stradën shqiptare. Okej, mund të themi Gjensilen, një. Okej. Gjensila një a duhet jetë edhe më kështu nga strada, apo mund të jetë edhe modele ose Jo, çdo aren, pa problem. Mjafton të jetë është dhe Cindy për shembull, Cindy Meftari është modele, po. Okej, gusto. Ka gusto dia. Në qoftë se do të duhet të zgjidhje me suksesit në fush apo një marrëdhënie të shëndetshme, kë do zgjidhte Erosi në këto momente? Këto momente normalisht që marrëdhënie të shëndetshme. Po dëgjoj. Tani po, më thua edhe një herë? Në një marrëdhënie të shëndetshme. Një marrëdhënie të shëndetshme. Atëherë un kam një pyetje me tëntën që më erdhi tash. O do t'rregosh i sinqert, edhe nëse e ke bër, do thuash po se jo. A lejohet seksi para ndeshjes? Nuk lejohet. Nuk lejohet. Okej, Mendoj se nuk ishte kjo pyetja. A e ke bërë ti? A e lejon ti vetes? Nëse po, do thuash po se jo. Është momenti të vërtetës. Por nuk u lejo, ka kështu që. A janë skuq vesht? Po. Jo, Okej. Nuk lejohet, por besoj që njëjtë si unë e kam bërë edhe 95% e gjithë futbollista, mos them 100%. Okej. Eros ishte shumë kënaqësi që të kishem sot pjesë tonën me pak sinqeritet edhe pak diplomaci nga ana jote. Po gjithsesi Eros, nëse mund të them dy fjalë para se të ikësh nga lidhja në Top Albania Radio, duku më shpesh sepse kemi vënë re që ka pak më meshkuj në showbiz, por publiku ty të kërkon. Shumë e vërtetë. Dhe emri jot vazhdohet të përflitet në Big Brother. Shumë faleminderit Eros. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi të jem me këtë bashkë me juve. Dhe Shpresoj që të kemi një herë tjetër në emision, fizikisht që jemi gjithë bashkë që dhe ne të presim, Shumë faleminderit. Dhe bashkë me ju shikues të Shizonerit po e mbyllim për sot. Ishte kënaqësi që ju kishim pjesë tonën dhe juve. Eriola, shumë faleminderit edhe ty që ishe me ne. Unë ndjeva shumë komode në fakt. Jessica po ashtu. Faleminderit, Se sot e kemi pas plot me goca të reja dhe shihemi javën tjetër.